Mirëmbrëma, ngjiro me syqin. Sot do të flasim për situatën e rëndë në lindjen e mesme, që është tashmë një luftë jo vetëm rajonale, por ku ndërthuren dhe interesat e fuqive të mëdha, dhe sidomos përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë rajon dhe interesat që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rajon me aleatët e saj të vendeve arabe. Duke qenë se kjo luftë ka krijuar një tension botëror dhe një krizë ekonomike botërore, pasi aty dihet që është pjesa ku kalon vetëm gjirin e Hormuzit, kalon 20% e naftës së gjithë botës, pastaj për prodhimin e naftës interesat që ka Kina, kjo luftë ka krijuar një tension dhe po përshkallëzohet në një situatë të frikshme që nuk ka qenë asnjëherë një krizë e tillë që pas mbarimit luftës së dytë botërore. Si do të shkojë kjo krizë dhe si do të menaxhohet kjo krizë? Shumë analistë thonë se është e frikshme, çfarë po ndodh atje, mund të ketë pasoja të rënda për një eskalim të mëtejshëm të viktimave, të ekonomisë, të urisë që mund të përhapet, të një vale tjetër të emigrantësh në Europë, në gjendjen që ka Europa sot. Por pse po ndodh kjo? Tensionet e Iranit burin nga një përzierje rivalitetesh afatgjata e përshkallëzimesh të fundit. Në qendër është konflikti midis Iranit dhe kundërshtarëve të tij rajonal, veçanërisht Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani ka mbështetur dhe mbështet grupet armatosura të forcave praksi, Hezbollah në Liban, milicit në Irak dhe në Siri, Huthit në Yemen. Kjo luftë që ka vazhduar për vite në radhë, rrezikon të kthehet në përballje të drejtë për drejtë me të gjithë rajonin dhe interesat që kanë këto vende. Disa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa me Iranin, me botën muslimane. Megjithëse të gjithë janë të botës muslimane, por nga kjo botë muslimane një pjesë janë aleatë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si erdhi kjo luftë? Kjo erdhi, siç thonë gjithë, si pasojë e sulmeve të 7 tetorit dhe nga reagimet e Izraelit në Gaza, duke shtrirë drejt për drejt shtimin e goditjeve drejt Iranit si nxitës i sulmeve ndaj Izraelit. Kjo është një arsye, thonë shumë analistë, që rajoni është më afër një lufte shumë frontshe se në çdo moment tjetër të dekadave të fundit. Lufta për pushtet në lindjen e mesme ka shkaktuar gjithë këtë situatë. Irani kërkon të zgjerojë ndikimin Izraelit dhe vendet e Lirit përpiqen të frenojnë. Dobësimi i rendit global, sistemi i udhëhequr nga SBA pas luftës së dytë, domethënë dhe gjatë luftës së totë, është dobësuar gjithmonë më shumë. Konfliktet në botë nuk po janë gjendje të kontrollojnë më. Krizat e brendshme të vendeve janë gjithashtu në vështirësi ekonomike, pakqëndrueshmëri politike, pakënaqësi të publikut, po i shtyn liderët drejt politikave agresive dhe autoritariste. Europa përballet me presione nga shumë drejtime. Tronditje të energjetike pas pushtimit të rus të Ukrainës, inflacion dhe krizë të kostos jetesës, presioni i madh dhe ndryshimi i strukturës kulturore, sociale në vendet perëndimore nga valet migratore. Të gjitha këto kanë bërë që të ringjallen politikat ekstreme, thonjza të djatha, por po kalojnë atë të djathtën klasike dhe po kalojnë gati në fashiste.
Modeli ekonomik dhe politik në Europë është në një presion dhe një luftë në lindjen e mesme, do të përkeqësonte dhe më tej, duke rritur çmimet e energjisë, duke rritur inflacionin, duke dobësuar ekonominë dhe një paqëndrueshmëri të brendshme të vendeve të Europës nga valët migratore që mund të vinë nga kjo luftë. Dhe domethënë valët migratore e kanë prish gjithë balancën sociale, kulturore në Europë. Shumë analistë bëjnë pyetjen, a jemi në prag të një lufte globale? Skenari për shkallëzimit luftë drejt për drejt Iran-Izrael, përfshirje të madhe të SBA-s dhe përhapjet konflikt në rajon Liban-Siri dhe në gjithë gjirin persik. Skenari tjetër mund të jetë vazhdimi i konflikteve përmes proxy dhe diplomacia që do mundohet parandaloj një luftë të plotë. Aktualisht bota është në një gjendje kënete të palëvizshme, por që e bën gjendjen dhe më të rëndë. Pra nuk po funksionon as diplomacia dhe as forca. Në të kundërt, po e eskalojnë situatën edhe më tej. A e ka sill këtë situatë nevoja për një rend të ri global? Shumë ekspert dhe shumë specialistë a dështoi rendi kapitalist klasik? Dhe a po funksionon bota si një rend kapitalist klasik ku me gjithë egërsitë që ka kapitalizmi, po kishte një humanitet dhe një zhvillim komunitar. Sot bota po bëhet gjithmonë e më shumë e shtrënguar përfyti nga një mini minorancë oligarkësh që bëjnë politikat, që bëjnë ekonominë, që bëjnë gjithçka, dhe në një kohë që jeta me rritjen e teknologjisë, me zhvillimin e madh që ka sot bota, në shkencë, në të gjitha, duhet ishte bërë më e lehtë për njeriu, jo më e rëndë. Pra, sot jeta, me gjithë se kemi gjithë të mira, është shumë më e rëndë për njerëzit. Shumë ekspertë thonë se nga një shoqëri unipolare mbas luftës sot, bota po lëviz drejt një zhvillimi dhe drejt një bote multipolare, ku do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe Rusia. Në vend të një fuqie dominuese, do të kemi disa fuqi konkurruese që do të vendosin aleanca të reja, bloqe të reja tregtare dhe ndryshime institucionale globale. Publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë, qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Në këtë situatë, rreziku i krizës humanitare është shumë i lartë, sepse eksperjenca na ka mësuar sa herë që ka ndryshim të rendit botror, do të ketë luftra, përgjakje, varfëri, uri, ku të diun. E ka provuar bota këtë me luftën e parë, me luftën e dytë, por edhe përpara. Që do të sjellin viktima civile, val refugjatësh dhe kolaps shërbimeve bazë dhe si rezultat uri. Pse ndodh kjo? Sepse konfliktet
prishin zinxhiret e furnizimit ushqimor veçanërisht në rajone të brishta, ku përfshihemi dhe ne, Ballkani. Rritja e çmimeve, inflacioni global, prishja e zinxhirëve të furnizimit shkakton një recesion global dhe krizë thellë ekonomike në skenar ekstrem. Pra si thash, bota e ka provu. Roli i Shteteve të Bashkuara, pra si thash, bota e ka provu. Roli i Shteteve të Bashkuara do të luajë një rol qendror, padyshim, duke mbështetur Izraelin ushtarakisht dhe politikisht, do përpiqet të frenojë Iranin dhe do të mbajë prezencën ushtarake në rajon. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara do përpiqen të shmangin një luftë të plotë pasi është tashmë angazhuar në Ukrainë dhe në tensionet me Kinën. Pra një hapje e mëtejshme e SBA-s do t'i kushtonte financiarisht, do të rriste inflacionin në Amerikë, do të rriste çmimet dhe do të krijonte një krizë tjetër që tashmë ka filluar. Protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër administratës Trump janë gjithmonë e në rritje. Kush duhet të jetë roli i Shteteve të Bashkuara? Duhet parandaloj përshkallëzimin e luftës dhe të ruajë ndikimin duke shmangur një luftë direkte. Por, siç po rrjedhin situatat, duket se kjo nuk po ndodh. Tashmë është dukshëm që Donald Trump ka një qasje krejt ndryshe nga politika tradicionale e politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka thënë gjatë fushatës tij të parë dhe të dytë që America first, por në këtë moment nuk po është America first. Pra, kjo tregon që e gjithë ajo që ka tha Trump ishte një demagogji për të ardhur në fuqi. Më shumë fokus në interesin kombëtar, nuk po duket kështu. Qëndrimi i ashpër ndaj Iranit dhe marrëveshja bërthamore me Iranin. Nuk zbatoi politikë diplomatike, por strategjitë presionit maksimal. Tashmë të gjithë e dinë që stili i Donald Trump është një stil transaksional dhe shumë më pak i parashikueshëm që mund të frenojë kundërshtarët, por edhe të rrisë rrezikun e gabimeve. Kjo është rrezikshme, duke qenë se mbështetësit thonë nuk mund të parandalojnë luftën përmes forcës. Kritikët thonë se mund të rrisë paqëndrueshmërinë. Në një moment kaq tensionuar, pasiguritë në vendimarrje mund të rrisin rreziqet. Dhe këto pasiguri në vendimarrje duken nga mënyra deklarative e presidentit Trump, ku i ndryshon çdo 24 orë ose maksimumi 48 orë. Ai tha që do të pastroj gjirin atë kanalin e Hormuzit për 48 orë, pas 48 orësh ja la Europës sa boni çfarë doni. E gjithë kjo është një moment tranzicioni në historinë botërore, ku rendi i vjetër global po dobësohet dita ditës, konfliktet rajonale po intensifikohen, fuqitë e mëdha po konkurrojnë hapur dhe me një rrezikshmëri të lartë për zaptimin e zonave të tyre të influencës. Rreziku më i madh është kombinimi i luftës, që do të jetë krizë ekonomike, krizë monetare. Kjo është ajo që mund të çojë në vuajtje të mëdha njerëzore dhe globale. Tashti, në gjithë këtë situatë, ku qëndrojmë ne, shqiptarët, Kosova? Ku qëndrojmë ne pas asaj thirrje të frikshme që tha Donald Trump para 2 ditësh, presidenti Trump, që ne mund të tërhiqemi nga NATO? Sa të përgatitur jemi ne për një situatë të re, për një ndryshim të ri gjeopolitik,
Në një kohë që Europa ka 100.000, Europa perëndimore ka 100.000 hallët e veta dhe nuk e dim a do të ekzistojë, pavarësisht se ne themi do shkojmë në Europë, mënyra se si po lëvizin me shpejtësi politikat botërore, nuk dihet ç'do të ndodhë. Ku është shteti shqiptar? Shumë thonë që Amerika ka interesat e saj në Bonzville, Kosovë, por eksperienca e mëparme na ka treguar se kur bëhen ndarjet e reja gjeopolitike, se ç'ndodh, ka ndodhur kjo në luftën e dytë me Shqipërinë, ku u nda Irak kampit rus, sepse siç dihet mos hym në histori, anglezët zbarkuan një marë, dhe dihet marrëveshja e Churchillit, Stalinit dhe Rooseveltit, se si u nda bota. Pra, kur mos themi kur, fuqitë e mëdha kacafyten nërmjet vete dhe në fund bin dakord dhe shkelmat i hanë vejlit. A jemi në gjendje ne me diplomaci, me forcë ushtarake, me përgatitje psikologjike, me bashkëpunim kombëtar, mos të ham në i shkelm dhe mos dim ku të shkoj mo për një kohë të gjatë, në histori i kemi bërë këto gabime. A do t'i përsërisim prapë? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Dhe fatkeqësisht, populli shqiptar ka tregu që nuk mëson nga historia. Shohim ç'po ndodh në Kosovë. Në një kohë që bota ka safytet, në një kohë që fuqitë e mëdha janë gati të ndajnë tavën si që duan ata, në një kohë që Kosova duhet kishte një shtet solid, futet në krizë mas krize për kapriçë të një ideologjie fshatare komuniste, të një patriotizmi folklorik dhe një nacionalizmi neveritës. I ka hik koha këty në lloj patriotizmeve. Bota funksionon me institucione, me zhvillim, me ekonomi. A do të bashkëpunojnë shqiptarët për këtë? A do të jetë rajoni i përgatitur për këtë? Dhe në qoftë se ndodh diçka, gjithmonë duhet të themi, në qoftë se, sepse edhe mund ndodh, ku do të shkojnë shqiptarët? Serbët forcohen ushtarakisht. Grekët rrinë, presin, po ne ka sa fyt në njëri tjetrin. Kush është më trim e kush është më patriot, me i bë durët se shqiponj, e me vu qeleshet në kokë. Vendi as nuk ruhet, as nuk zhvillohet me durët se shqiponj, po edhe me qeleshet, me shkabojnë në kry, por zhvillohet me institucionet forta, me ekonomi të fortë dhe me bashkëpunim si komb shqiptar në Ballkan. Nuk e di edhe të realizojnë shqiptarët. Them drejtën, jam pesimist.